إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل أتألف درويم Ati kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, ati kërkojmë falje. Tek ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje të na ruaj nga sherri i çdo gjëje që na largon prej rrugës së tij. Ati kërkojmë udhëzim në rrugën e drejtë, sepse atë që Allah subhanahu wa taala e udhëzon, ai është i udhëzuar dhe askush nuk mund ta devijojë. Dhe atë që Allah subhanahu wa taala lën humbje, për të nuk do të gjesh udhëzues, përveç se Allah subhanahu wa taala me mëshirën e tij. Njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u vonua të dilte për namazin e sabahut, ndërkohë që besimtarët prisnin, dhe në një moment ai del për të falur namazin e sabahut, gati në fundin e kohës, pra gati pa lindur dielli, dhe i njoftoi besimtarët për shkakun se përse u vonua. Pasi kishte falur namaz nate, namaz të gjatë nate, ai ishte mbështetur dhe i kishte kapluar gjumi. Dhe gjatë kësaj kohe, në të cilën ai ishte në gjumë, pa një ëndër të jashtëzakonshme, me të cilën Allah subhanahu wa taala i mësoi nëpërmjet tij edhe ummetit gjërat e rëndësishme përse duhet të kujdesen. Ndër të tjera, në këtë ëndër që pa profeti sallallahu alaihi wasallam, është pikërisht pra edhe këto fjalë që ai i dëgjoi prej Zotit të tij, dhe të cilat do të flasim pra në këtë hutbë vëllezërit e mi. Jo më kot, por sepse profeti sallallahu alaihi wasallam në fundin e këtij hadithi thot innehu haqqun. Kjo është e vërtet, prandaj studiojeni, mësojeni dhe meditoni në këto fjalë. Pra urdhëroi që ummeti të mësoj, të meditojnë ato fjalë dhe të nxjerrë mësime prej saj. Ndër të tjera, Allahu subhanahu wa taala i thot profetit e tij sallallahu alaihi wasallam, thot ja Muhammed, kultu, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thash, lebejke rabbi, të përgjigjem, urdhëro Zotin. Qale, fima yahtasimu al-mala'u al-a'la, për çfarë polemizojnë paria më e lartë, pra me lajket që janë lartë në qiell, për çfarë polemizojnë dhe bisedojnë me njëri tjetrin? Kultu, thash, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fil kafarat, pra bisedojnë dhe flasin rreth atyre çështjeve që janë falëse të gjunafeve. Çfarë bëhet shkak që të falen gjunafet e robëve? Tha, pra Allahu subhanahu wa taala, wa ma hunna, dhe cilat janë ato që i falin gjunafet? Qultu, mashyu al-aqdami ila al-jama'at, ecja në këmbë për të shkuar në namazet me xhamat, pra në xhamit e Allahu subhanahu wa taala. Wal-julusu fil masajidi ba'da as-salawat, qëndrimi në xhami pas faljes së namazeve, qëndrimi në xhami për dhikr, për përmendur Allahun subhanahu wa taala. Wa isbaghu al-wudu'i 'inda al-kuruhat, ose makruhat, dhe marrja abdes me kujdes edhe në rastet kur është e vështirë, pra kur është ftohtë ose kur njeriu ndjen vështirësi në marrjen e abdesit, pra pastërtisë rituale. Qale thumma fima, thot Allahu subhanahu wa taala, pastaj për çfarë tjetër bisedojnë melekët më të lartë? Unë thash, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fi darajat, pra flasim për ato çështje që të ngren lart në grada tek Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu subhanahu wa taala, wa ma hi, dhe cilat janë ato që të ngren lart në grada tek Allahu subhanahu wa taala? Thash, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, it'amu at-ta'am wa linu al-kalam was salatu bil-layli wan-nasu niyam.
Pra dhënia e ushqimit, ushqimi kur ka nevojë, pra dhënia e ushqimit, përhapja e ushqimit, shpërndarja e ushqimit, walinul kalam, pra butësia në të folur, në komunikim, në të shprehur, was salatu bil lejli wan nasu niyam, dhe namazi gjatë natës ndërkohë që njerëzit flenë gjumë. Qale sel, atëherë Zoti i thot sel, kërko Muhammed, kërko, çfarë dëshiron? Thash, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubb al-masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kull amalin yuqarribuni ila hubbik. Ja dhe lutja profetit në fund, sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu subhanahu wa taala thot kërko. Tha, o Zot, unë të kërkoj që të kryej vepra të mira, të më ndihmosh të kryej vepra të mira, ti lë veprat e këqija, të lutem o Zot të futësh dashurinë në zemrën time për të varfrit, hubbel masakin, dashurinë për të varfrit, nevojtarët, dhe të më falësh dhe të më mëshirosh. Dhe nëse dëshiron sprovimin e një populli, pra fitnën në një popull, të më marrësh o Zot parën në atë fitnë, në cilën vjet në pikpyetje pra feja dhe besimi im. Dhe o Zot të lutem që të më japësh dashurinë për ty, që të dua ty. Dashurinë për të gjithë ata që të duan ty dhe dashurinë për çdo punë e cila më afron në dashurinë ndaj teje, ose në dashurinë tënde. Pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam në fund të këtij hadithi, innaha haqqun, kjo është e vërtet pa dyshim. Fadrusuha thumma ta'allamuha, studiojeni dhe mësojeni këtë. Pika të rëndësishme. Dhe kjo është vërtet nga hadithet më madhështore që tregojnë për rëndësinë e adhurimit, rëndësinë e përpjekjes për fenë tënde, për besimin, për ta kultivuar dhe ruajtur atë, madje për ta forcuar dhe për gjetur mënyra si falen gjunafet, si ngrihesh në gradë tek Zoti subhanahu wa taala, dhe cilat janë lutjet më të rëndësishme që duhet të bëj robi. Për çfarë? Pra ky hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, jo më kot në fund të hadithit tha, kjo është hak, prandaj mësojeni, studiojeni. Qëndrojmë tek hadithi, në çdo fjalë e tij me shpresën e Allahut subhanahu wa taala të përfitojmë prej fjalëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra në ëndër, kjo është një ëndër që ka parë profeti sallallahu alaihi wasallam, me të cilën Allahu subhanahu wa taala i flet të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë diskutojnë el-mala'ul a'la, pra banorët e lartësive që janë me laiket, më të afërmit e Zotit. Për treguar rëndësinë e madhe të kësaj çështjeje, për cilën do të flas më poshtë ose që do të sjell më poshtë, këshillat që do të vinë, tregon se kjo është objekt diskutimi mes me laikeve të lartë. Edhe me lajket në qiell, më të rëndësishmit, për çfarë diskutojnë? Diskutojnë për ato që falin gjunafet e robëve. Çfarë falin gjunafet e robëve? Cilat janë ato që e ngren lart në grada njeriu tek Allahu subhanahu wa taala? Për çfarë duhet të lutesh? Këto janë çështjet më të rëndësishme që edhe me lajket më të afërt tek Allahu subhanahu wa taala diskutojnë rreth tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala pyeti profetin për çfarë diskutojnë? Edhe është një dije që Zoti subhanahu wa taala ja hodhi në shpirt profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse në fillim të hadithi është i gjatë, nuk e përmendet të gjithë. Profeti tha nuk e di. Dhe Allahu subhanahu wa taala është ai që ja hodhi dijen profetit të tij sallallahu alaihi wasallam në shpirt. Pra kjo është çështje që edhe melekët më të lartë diskutojnë rreth tyre vëllezërit e mi. Atëherë si është çështja jonë që ne jemi më nevojtarët për këtë çështje? Duhet që për këto të diskutojmë dhe këtu të mendojmë dhe të shtojmë meditimin. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam thotë fil kafarat. Pra, flasin rreth veprave që shlyejnë gjunafet dhe i mbulojnë gjunafet. Pse që nga kaq e rëndësishme shlyerja e gjunafeve, vëllezërit e mi? Patjetër është e rëndësishme, sepse me shlyerjen e gjunafeve është vazhdimësia në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. I rënduari me gjunafe, dal nga dal, rëndohet dhe mbetet në mes të rrugës, nuk vazhdon në udhëtimin drejt Allahut subhanahu wa taala. Prandaj falja e gjunafeve është një domosdoshmëri. Nëse nuk mendon njeriu për faljen e gjunafeve, atëherë për çfarë do mendoj? Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala edhe adhurimet që ka ligjëruar në Islam për çfarë i ka bërë?
për falje gjunafe. Shpeshherë dhe kur urdhëron për diçka, thot, pra kjo është falje për të gjunaf, ose falen kaq shumë gjunafe dhe ngrihet kaq shumë në grada. Pra adhurimet që janë ligjëruar janë gjitha falje gjunafesh, që njeriu të dalë i pastër para Allahut subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Bëhet fjalë për daljen ditën e gjykimit, llogarin para Allahut xheleshan. Prandaj falja e gjunafeve është shumë e rëndësishme. Cilat janë ato që falin gjunafet? Mendoni çfarë përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot el-mashyu ila al-jama'at. Pra ecja më këmbë, duke ecur për të shkuar për të falur namazet me xhamat. Bëhet fjalë për burrat padyshim, sepse namazi më i mirë për gratë është namazi në shtëpinë e tyre, madje në dhomën e tyre. Pra për burrat e kanë vajxhib vajtjen dhe faljen e namazit me xhamat në xhami. Ai që le faljen e namazit me xhamat në xhami, ai ka bërë gjunaf për burrave. Përveç që është vajxhib, ajo ofron dhe të tilla sevape dhe mirësi. Janë falje gjunafe, siç vjen në hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai që del nga shtëpia ose nga vendi i punës, merr abdes dhe e përmirëson abdesin e tij dhe niset drejt vendit faljes. Çdo hap që hedh, një hap falet gjunafi dhe një hap ngrihet në grad. Çdo hap. Madje është e pëlqyeshme që njeriu të ecë dhe jo të hip, të shkojë me mjet, nëse ka mundësi. Pra ecja është më e pëlqyeshme për të shkuar në xhamia. Normalisht duke parë dhe situatën dhe largësinë ose punën e çdo kujt, por si gjë qoftë, ecja me këmbë falen gjunafet pra në çdo hedhje hapi. E dyta, qëndrimi në xhami pas namazeve. Pra pasi falet namazi farz, qëndrimi në xhami për një farë kohe, edhe kjo është pjesë e adhurimeve dhe kjo konsiderohet se je në namaz dhe në adhurim. Madje kjo është dy lloje, ose mund të qëndrosh në xhami dhe në vaktin tjetër, pra nëse je në një kohë që si në punë, se njeriu ka dhe vajxhibe dhe detyra të tjera. Pra në një kohë në cilën bie fjala mes akşamit dhe yatsis, ose pas ikindis deri për akşam. Janë kohë në të cilat njeriu domethënë do ta humbas kohën me kotësira, nëse nuk preokupohet me punë të hajrit. Pra qëndrimi në xhami është nga më të mirat punë që njeriu fitoj sevape. Mund të qëndrosh nga vakti në vakt dhe e pret namazin, namazet e tij në adhurim për sa kohë qëndron në xhami. Subhanallahu. Edhe kjo është falës e gjunafesh. Çdo moment që qëndron brenda në xhami, ajo fshihen gjunafet e tua, thjesht vetëm me qëndrimin në xhami, subhanallahu. Por nëse qëndron gjatë gjithë kohës deri në namazin tjetër, të paktën qëndron në xhami për një farë kohë të shkurtër derisa të mbarosh një lloj dhikri, siç janë ato dhikri që përdoret, që bëhet pas namazeve farze. Janë disa lloj përkujtimesh të cilat nëse qëndron në xhami derisa ti mbarosh ato, elhamdulillah, e ke fituar këtë mirësi që thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Pra qëndrimi në xhami pas namazeve. Dhe isbaghul wudu'i, përkryerja e abdesit edhe në kohë vështirësie. Pra në kohë vështirësie mund të jetë ftohtë, është vështirë marrja e abdesit dhe njeriu domethënë ndjen vështirësi në marrjen e pastërtisë rituale, e megjithatë ai e bën këtë për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Pra të qëndruarit i pastër ritualisht. Dhe siç thuhet, domethënë nuk e mban abdesin vetë ai që ai është besimtar, pra gjithmonë besimtari i ri gjithmonë me abdes. E bën rregull të në jetën e tij. Asnjëherë mos qëndroj pa abdes. Pastaj për çfarë tjetër diskutojnë melekët më të lartë? U pyet profeti sallallahu alaihi wasallam. Tha, për veprat që i lartësojnë gradat e besimtarit, e ngren besimtarin në gradat e larta tek Zoti. Cilat janë ato? E para, it'amu ta'am, pra dhënia e ushqimit. Kjo të tregon, pra simbolizon çfarë? Bamirësi ndaj krijesave. Kur thot i dhënia e ushqimit, ka dhënë atë që më së shumti njerëzit kanë nevojë, pra në kohë vështirësie, urie, varfërie, ushqimi i njerëzve është ndihma më e madhe që u ofron atyre. Por ushqimi nuk është e thënë që të jetë vetëm dhënia ushqimi fizik. Ndoshta mund të ketë kohë në të cilat dhënia e ushqimit shpirtëror është shumë më e rëndësishme dhe vendimtare. Sidomos në kohë kur njerëzit janë të devijuar, të larguar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Shpirtat e tyre janë të hutuar dhe janë larguar nga besimi dhe vuajnë mes errësirave të kësaj dynjaje. Pra dhënia e ushqimit simbolizon çfarë? Kujdesin për krijesat. Kujdesesh për ta, të përmbushet nevojat e tyre. Dhe padyshim nga nevojat më të mëdha edhe një herë përsëris vëllezërit e mi. Është nevoja për iman. Ti udhëzosh drejt imanit, ta kuptojnë jetën, kuptojnë shkakun pse ka krijuar Zoti, qëllimin pse jetojnë,
që ka xhenet dhe xhehenem, ka ditë gjykimi. Pra ky është nga qëllimet më madhore që duhet ta kuptojë njeriu. Dhe duhet që të kujdeset për të, inshallah. Pra ithamu ta'am, dhënia e ushqimit. E dyta, linul kelam, pra të folurit me butësi. Kjo tregon për edukatën dhe moralin e lartë. Pra të folurit me butësi. Çdo thot folur me butësi, sepse ka raste që është detyrë që jo të flasësh me butësi, por të sillesh me ashpërsi. Mund të jetë detyrë fetare, por qëllimi ku qëndron? Pra të jesh i butë, i lehtë në marrëdhënie me njerëzit, pra i thjesht në komunikim me ta, dhe kjo është pjesë atyre që i lartësojnë grada. Pra është morali i mirë. Sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ndonjë gjë që të lartësojë gradat në xhenet, sikur se është morali i mirë. Por morali i mirë, cili morali i mirë? Morali i cili buron nga feja, nga besimi, nga akidja. Jo morali sipas konceptimit dhe botkuptimit të mohuesve të Zotit. Pra ai moral që buron nga feja e Allahut subhanahu wa taala, nga argumenti, nga akidja, nga besimi që ka besimtari. Ky është morali që bëhet fjalë këtu. Dhe e treta që lartëson në grada vëllezërit e mi, përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam, është was salatu bil leili wan nasu niyam, pra namazi natës kur njerëzit flenë gjumë. Elus Allah na mëshiroj, na përmirësoj. Pak të njeriu, domthonë përveç namazeve farze që fal dhe namazeve sunete të ditës, nuk du të diskutoj muslimani i mirë dhe muslimani i mirë të tilla çështje. Allahu musta'an. Zoti na ndihmoft. Pra, gjatë ditës ka namazet farze dhe përveç tyre janë namazet, domethënë sunete, 12 sunetet e ditës. Përveç këtyre namazeve, njeriu të falet diçka dhe natën. Qoftë edhe 2 rekat për ta mbyllur me vitrin. Të mos e lër pa falur, qoftë edhe 2 rekat namaz. 2 rekat namaz ta fal për hir të Allahut, që të jesh për atyre që falin namaz natë. Sepse kjo është lartësim në gradat e Allahut. Dhe çdo kush, sipas mundësive, pra sa më shumë të fal namaz dhe aq më sa më i përkushtuar në këtë namaz, aq më lart do të ngrihesh tek Zoti subhanahu wa taala. A dyshim kjo është mirësi dhe mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala. Ati që ja mundson Zoti, ai ngrihet. Elos Allahu na mëshiroj dhe të na mundsoj diçka të tillë. Se pa dyshim kjo është dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala. Më pas Allahu subhanahu wa taala i drejtohet profetit dhe i thot: "Sel, kërko, çfarë dëshiron? Lutu." Për çfarë u lut? Me imençuri, edukatori më i mirë i krijesave. Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni për çfarë lutet profeti sallallahu alaihi wasallam. Për të kuptuar se kush është thesari dhe kush është ajo që duhet përkushtohet njeriu ta ketë. Tha, tregon lutjen e tij profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni es'aluka fi'l al-khairat. O Zot, të lutem të më mundësosh kryerjen e veprave të mira. Subhanallah. Sa i urtë dhe i ditur është profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra thot, o Zot, ti më mundëso kryerjen e veprave të mira. Pra, Allahu subhanahu wa taala është ai që të mundson të bësh vepra të mira. Nuk je ti me forcën tënde. Edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Adhuruesi më i mirë që ka parë dynjaja, çfarë thot? O Zot, më mundëso të bëj vepra të mira. Do thot ja atribon kujt? Veprat e mira. Allahu subhanahu wa taala. Pra i kërkon udhëzimin në rrugën e drejtë. O Zot, më ndihmo, ti më ndihmoj që unë të bëj vepra të mira. Fi'l al-khairat. Wa tark al-munkarat, dhe lënien e veprave të këqija. Pra 2 aspekte ka njeriu për të arritur devotshmërinë. Kryerjen e veprave të mira, të urdhëruara nga Zoti dhe ato që janë të pëlqyeshme, dhe lënien e harameve ose gjërave që janë të papëlqyeshme. Që të dyja, nëse nuk i mundson Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mundësi robi t'i bëj. Duhet mbështetje plot tek Zoti subhanahu wa taala. Por padyshim duke marrë dhe sebepet e tua. Pra urdhat përpiqu ti ta nisësh rrugën ti zbatosh. Merë guximin dhe forcën, gjeje forcën, filloje rrugën. Vendosi këmbët në xhade. Dhe pastaj, elhamdulillah, Allahu subhanahu wa taala do ta lehtësoj. Se Allahu është i drejtë. Nuk i bën një lloj të përkushtuarit me shpërfillësit. Si mund të renditesh mes të shpëtuarve kur ti je shpërfillës i urdhrave dhe i ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Pra merë guximin, merë forcën dhe nise. Dhe kërkoj Allahut ndihmë subhanahu wa taala. Wa tark al-munkarat. Pastaj thot wa hubb al-masakin. Dhe dashurim për mesakin, miskin. Kush është miskin? I varfri, nevojtari, ai që nuk përmbush dot nevojat e tij, ai që ka nevojë për ndihmë dhe mbështetje, ka nevojë për krah. Pra, ti kërkon Allahu subhanahu wa taala të t'jap dashuri për të tillë njerëz. Sepse nëse nuk i do të tillë njerëz, si do t'i ndihmosh? Pra, edhe kjo është çështje shumë e madhe. Pra të fut dashurinë për ata që janë nevojtar, jo për ata që janë, ta themi, pasanik ose njerëz me pushtet.
sepse ata të gjithë i duan, sepse kanë nevojë për ta, edhe kanë interes që t'i duan dhe t'i afrojnë. Jo, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, më jep dashurinë për ata të varfrit, ata që kanë nevojë, jo për ata që unë kam nevojë për ta. Pra ata të cilët kanë nevojë për mbështetje, më bëj që të kem dashuri për ta, të ndihmoj, dhe të kem, sepse vetëm me dashuri në zemër për ta mund të ndihmosh dhe të bëhesh krah. Dhe të kundër s'ke se si ndihmojnë, nëse nuk ke dert dhe nuk ke shqetësim për ta. Pra hubbel masakin. Gjithashtu, wa an taghfira li wa tarhamani. Të kërkoj që të më falësh gjunafet dhe të më mëshirosh. Falja gjunafeve sjell mbulimin e tëmetave, rrëshqitjet, gabimet që mund të bëjë njeriu, t'i mbulon Zoti subhanahu wa taala dhe t'i fshin ato. Madje t'i mbulon dhe t'i fshin ajsa të konsiderohet se kur nuk i ke vepruar ato. Pra ti kërkon të t'i fshi gjunafet Allahu subhanahu wa taala e para. Dhe kur thua wa tarhamani dhe të më mëshirosh, çfarë ka shtesë mëshira mbi faljen e gjunafeve? Do thotë që o Zot, ato gjunafe që i kam bërë, të lutem të më ndihmosh që mos u kthehem më kryerjes së tyre. Pra mëshira bën të mundur që të mos i kthehesh me gjunafeve që ke bërë dhe që je penduar nga ato. Pra mi fal gjunafet dhe më mëshiro. Me fjalë të tjera, mbulomi ato që kam bërë o Zot nga gabimet dhe më ndihmoj që mos i kthehem me atyre. Prap mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala në lidhje me gjunafet dhe sprovat e kësaj dynjaje. Dynja e mbushur me sprova është. Ne do kalojmë në këtë dynja dhe për të shkuar në ahiret. Faqe bardhi është ai që u falin gjunafet dhe mëshiroj Allahu subhanahu wa taala. Prandaj u lut profetit sallallahu alaihi wasallam të më falësh dhe të më mëshirosh o Zot. Më pas vijon profeti sallallahu alaihi wasallam me këtë lutje dhe nëse dëshiron të sprovosh një popull, fitnet e kaumin, ma merr shpirtin para se të sprovohen. Për çfarë lloj sprove bëhet fjalë? Për sprova dynjaje. Sprova të dynjas, mungesë pasurie, vdekje të afërmve, domethënë gjithçka që lidhet me pasuritë dhe lukset e kësaj dynjaje, për këtë sprovë bëhet fjalë? Jo vallaj. Bëhet fjalë për fitnen dhe sprovën në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe në fenë e besimit. Gjëja më e rëndësishme që ka njeriu në të dynja dhe duhet ta ketë, kështu do ta shikoj, është imani. Sikur se thot në hadith tjetër, wala taj'al fitnatana, domethënë fi dinina, mos e bëj sprovën në fen tonë o Zot. Mos e bëj sprovën në fen tonë, pra mos na sprovon në fe dhe në besim. Çështjet e dynjas, njeriu sprovohet në to dhe kalon, madje këto bën shkak për ngritjen në grada dhe falje gjunafesh. Sprova që bëhet fjalë është sprova në fe. Pra ajo sprovë që nëse bie në të, shkatërrohet dynjaja dhe ahireti jot. Dhe ti, Zot na ruaj, del faqezi para Allahut subhanahu wa taala. Pra, nëse do të ndodh një fitnë në, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam të dua, idha aradta fitnata qaumin, pra nëse dëshiron të sprovosh një popull në imanin e tyre që ata të bien dhe Zot na ruaj të dështojnë në të, më largo para në këtë fitnë. Pra më mirë më merr jetën para se të bie në këtë lloj fitneje. Dhe kjo është jeta e besimtarit. Jeta e besimtarit ka vlerë në sytë e tij, besimtarit, për sa kohë të afron tek Allahu subhanahu wa taala. Në momentin që nuk të afron tek Zoti, madje mund të largojë nga Allahu xhaleshanu, nuk ka më vlerë jeta. Kështu do ta shikoj besimtarin. Pra, nëse ka sprovë në imanin, lejohet pra në këto raste, kjo është nga ato raste ku lejohet i kërkosh Allahut të ta marrë jetën. Se nuk lejohet në origjinë që të kërkosh vdekjen. S'lejohet. Jeta është e vyer, ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe atë ta mbushësh me adhurim. Por nëse ke frikë për fitnë dhe sprovë në fen tënde që nuk mund ta përballosh, atëherë lejohet të thosh o Zot, nëse është kjo fitnë, ma merr jetën. Dhe Allahu subhanahu wa taala është ai që i shikon dhe i di të gjitha, të merr faqebardh dhe je i nderuar dhe i shpërtuar tek Allahu xhaleshan. Pra dhe kjo një lutje shumë e fortë që në fakt është bashkëltare e njeriu. Sprovat në jetën e njeriu janë të vazhdueshme. Prandaj njeriu duhet gjithmonë ta mendojë këtë dhe ta meditojë. Pastaj u lut profeti sallallahu alaihi wasallam edhe për diçka tjetër që në fakt janë shumë të rëndësishme, u lut për dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, kaq për të pjesë të hutbes, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka hubbak. U lut profeti sallallahu alaihi wasallam thot, o Zot, kërkoj hubbek, dashurinë tënde. Kjo
mund kuptohet në dy mënyra. O Zot, kërkoj dashurinë tënde. Pra të kërkoj që të fusësh në zemrën time dashuri të fortë për ty. Pra dashuri e robit për Allahun subhanahu wa taala. Pra më bëj që në zemrën time ti të jesh më i dashur se gjithçka tjetër. Dhe në fakt kjo është kulmi i imanit. Si thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ka shijuar ëmbëlsinë e imanit ai që dhe renditi disa mes tyre që Allahu dhe profetit jenë më të dashur se gjithçka tjetër veç tyre. Pra në një farë mënyrë sikur po i kërkon Allahut ëmbëlsinë e imanit. Nëse robi në zemrën e tij dashurinë më të madhe ka dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e tij, elhamdulillah, kjo është kulmi i imanit dhe ëmbëlsia e imanit. Ky është njëri kuptim. Por es'aluka hubbek, që o Zot kërkoj që ti të më duash mua. Kjo është shumë e madhe. Si mund të kërkosh Allahut subhanahu wa taala të doj ty të mangëtin, të dobtin, ti që je aq gjunafçar dhe Allahu subhanahu wa taala e di të gjitha gjunafet e tua. Si mund të kërkosh Allahut të doj ty? Pra edhe kjo është një nga kuptimet e hadithit që Allahu të doj. Me fjalë të tjera, ti lut Allahun subhanahu wa taala, o Zot, më bëj të denj për dashurinë tënde. Pra më bëj që të jemi denj që ti të më duash mua. Normalisht Allahu këdo e ka shpjeguar në Kur'an. Mjafton të lexosh në Kur'an gjithë formulimet e tipit Allahu i do pika pika. Allahu yuhibbus sabirin. Allahu yuhibbul pra i do. Lexo në Kur'an dhe shikoj renditjen e atyre që i do Allahu subhanahu wa taala. Mjafton të lexosh dhe e kupton këdo Allah. Elu salam, pra ti sigurisht lutesh Allahut që o Zot më bëj prej tyre që ti i do ata, robrit e zgjedhur që e duan dhe Allahu subhanahu wa taala i do. Hubbek, pra es'aluka hubbek. Pastaj lutesh dhe thua wa hubba man yuhibbuk. Pra të lutsh që të futësh dashuri në zemrën time për të gjithë ata që të duan ty. Pra ata që duan Allahun subhanahu wa taala. Ata që duan Allahun kanë arritur gradën më të lartë të imanit. Pra ti po i lut Allahun të t'jap dashuri për këtë kast të zgjedhur besimtarësh. Dhe kjo është vajxhi për vajxibateve të fesë, të dinit, të duash për hir të Allahut. Dhe cili është ai që duhet më shumë për hir të Allahut? Ai që është më afër tek Zoti, më i devotshëm. Pra dashuria për njerëzit e devotshëm, për ata që e lutin Allahun, ata që janë të përkushtuar në adhurimin e Zotit, është pjesë e imanit. Madje është nga ato gjëra që e lut Allahun të ta jap, të adhuroj. Vetë profeti sallallahu alajhi wasallam e luti Allahun që t'ia jep këtë gjë. Që Allahu të fusë në zemrën e profetit dashurinë për kë? Për ata që duan Allahun subhanahu wa taala. Pra dashuria e muslimanëve për njëri tjetrin, për hir të Allahut, sepse gjithë muslimanët duan Allahun. Të gjithë ata adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kujdes në sjelljet me ta, duhet ke detyrim që ti duash. Padyshim dhe brenda kësaj është dhe urrëtia për hir të Allahut e kundërta. Pra kjo është pjesë e akides tonë. Muslimanët dhe muslimania do dhe urren për hir të Zotit subhanahu wa taala. Do ata që duhet të duhen dhe urren ata që duhet të urrehen. Pra dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme e imanit, e fesë, është çështje që duhet të meditojë njeriu dhe duhet të di si të sillet në të. Wa hubba man yuhibbuk, dhe në fund wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Dhe më bëj të dashur çdo vepër o Zot që më afron tek dashuria jote. Pra na tregon hadithi në një farë mënyre që të fitosh dashurinë e Allahut ose që të bësh nga ata që duan Allahun, ka nevojë për disa lloj veprash, të cilat duhet të kryhen. Cilat janë këto vepra? Dhe a i kryen çdo kush, çdo njeri ato lloj veprash? Jo. I kryen vetëm ai që Allahu ja bën të mundur që ti kryej. Dhe hapi i parë i kryes së këtyre vepra është që ti duash ato. Pra o Zot, më fut dashurinë për veprat që më afrojnë tek dashuria jote. Pra fillimisht duhet ta bëj Allahu të dashur, qoftë namazin me xhamat, qoftë qëndrimin në xhami, qoftë namazin e natës, qoftë dhënien e ushqimit, apo shumë vepra që i përmendëm në këtë hadith. Të gjitha këto janë të lidhura me çfarë? Me suksesin që jep Allahu subhanahu wa taala. Nëse Allahu t'i bën të dashur në zemër, elhamdulillah ja ke dal, ja ke qelluar. Siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, huwa alladhi habbaba ilaykum al-iman. Është Allahu që ju bëri të dashur imanin në zemrat tuaja. Habbaba ilaykum, ju bëri të dashur. Fi qulubikum. Wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Dhe u bëri të urreni kufrin, mohimin e Zotit, fusuka, shkeljen e kufive të Allahut, wal isyan, mosbindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. I bëri Allahut që ti urreni në zemra. Kush i ka gjetur këto në zemrën e tij, vëllezërit e mi, pra që ai e do punën e mirë, ka dashuri për të, ka dëshirë që ti bëj ato dhe i urren punën tek qija, mosbindjen ndaj Allahut, shkeljen e kufive të Allahut, i ka të urrëtura në shpirt, dije se të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala këtë mirësi. Ta ka zbukuruar në shpirt. Ta ka dhënë Allahu xheleshanu kënaqur.
dhe falendero Allahun subhanahu wa taala. Në të kundërt përpiqu të arrish në këtë nivel. Pra këto ishin që tha, lutjet që tha profeti sallallahu alaihi wasallam në fund, më pas i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha, kjo është e vërtetë, prandaj studiojeni mirë dhe mësojani edhe të tjerëve. Studiojeni mirë dhe mësojani edhe të tjerëve. Elus Allahun subhanahu wa taala të na mësojë atë që nuk e dim, të na bëjë dobi me atë që mësojmë, të na shtojë diturinë e dobishme dhe të na bëjë nga ata që e përhapin atë si hajër pra mes njerëzve. Kaq vëllezërit e mi, elus Allahun subhanahu wa taala të na bëjë udhëzues të udhëzuar, së fundi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.